Përshëndetje dhe mirë se vini në Rock Hill Community TV me Noli Show, Noli TV. Gjithmonë është një kënaqësi e madhe kur prezantojmë artistat e tanë kudo që gjenden në botë. Por sot kam një veçanti dhe një të ftuar shumë special. Kemi një magjistar shqiptar që tërbon Amerikën me truket dhe magjin, është Salih Buzhala, Magical New York. Po, shumë vërtet. Beso, kam derën e kënaqësinë që të kam këto veç si shoha, besoj që do të kalojnë mirë, kam një frikë se këta magjistarë ta mësojnë dika, ja orën, ja diçka, ja bojnë diçka këta, kështu që është nderi im i madh që sot po të prezantojnë edhe shqiptari Ferizajt, nëse e kuptoj. Po, atëherë unë jam i qytetit Ferizajt, faktikisht jetoj shumë vite këtu në New York City, dhe është kënaqësia ime të jem sot në Noli's Show të në studion tënde. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij show sot dhe të falenderoj shumë për ftesën që më ke bërë. Faleminderit shumë. Ndëgjo, unë për vete me të vërtetë më pëlqen magjia, më pëlqen prezenca e njerëzve se si ata prezantojnë edhe si bojnë magji, por është një çudi e madhe kur njerëzit shikojnë edhe thonë që ka diçka te ti. Edhe thonë, nuk di se çka ka. E kështu që gjithmonë bëhem kureshtar se si ata njerëz i bojnë to magji. Deshta të dal pak te kjo, kur ka fillu kjo? Po me magji kam fillu më marrë një kohë, është bukur një kohë e gjatë, domethënë kam cekë në disa intervista televizive në Shqipëri dhe në Kosovë, ku kam qenë prezant edhe në studio, po edhe përmes Skype-it. Kam tërgu se kam qenë fillesat e para të magjisë i kam bërë me fëmijët e mi, domethënë ditëlindjen e djalit, domethënë faktikisht vajza ka qenë, para 11 viteve. Ndash prej aty, pastaj kam fillu me maskota, kam fillu të më pëlqy, të e po që është një sen shumë i mirë, shumë interesant. Kështu që tu përformu, tu zhvillu, tu ecë përpara, prej hobit filloj edhe u bë profesion. Kisha pas dëshirë t'jo pyes se kur ka qenë ajo performimi i parë edhe ku e ke një atë kënaqësinë, duke si mes fëmijëve e ke një, edhe kur ka fillu ajo? Po, faktikisht sa thash, ditëlindjen e vajzës ka qenë, domethënë performanca e parë kur e kam bë, me fëmijët e shoqëria e vajzës së djalit. Atëherë kanë qenë për ditëlindje, kështu dhe pata marrë një maskot Mickey Mouse-it, pata po si Mickey Mouse, edhe fillova të ne mikzu ata, dhe prej atyrit fillova edhe të e po se fëmija ka nevoj për maskota, ka nevoj për magician, për me bon truke magjike, edhe fillova të frymzu, të jesë për para, kështu që ja sot ku jam këtu afër teje në New York, praktikisht në Connecticut. Dhe në cilin vit keni dalë edhe keni janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po ka më shumë se një dekadë që jam në Amerikë. Domethënë jam me 2 fëmijë edhe nusën, jetojmë domethënë në New York. Kështu që kaloj një dekadë, po. Si e pave këtu Amerikën kur erdhe në shkimin e parë? Edhe duket se të kemi pa dikon edhe në New York dhe shtëpi magjike që janë aty dhe si ke një vetën edhe si ke thonë vetës, ja provën e ku jam në vendin e duhur. Po, si gjithë, Amerika është vendi i ëndrave për gjithë, domethënë kush të vjen këtu, po unë përsysh për cilit shtet vjen. Kur erdha këtu herën e parë poshtë, thash ky është vendi i ëndrave, këtu besoj se do të realizohen në ëndrat, si sikur çdo njëri që vjen, edhe ëndrat faktikisht shumicës ju bën realitet. Edhe mu gjithashtu. Pastaj kështu sikur gjithë ne fillimet kanë qenë vështira, domethënë domethënë me gjumë, duke fillu, duke marrë vetin, domethënë, po me kalimin e kohës adaptohesh, dikur edhe fillon një jetë normale. Cila ka qenë në ajo puna jote e pare që keni filluar këto në Amerikë, që keni startu të punani diçka? Puna ime e pare ka qenë restorant, domethënë restoran italian. Fillova si ndims në fillim, pastaj kalova me kalimin e kohës kalon edhe domethënë si kamarier.
Kështu që më kujtohet se ka qenë një restoran italian, po. Me truket e tua nuk mujte me bo diçka që me nxirë edhe lekt prej tyne për që janë ato cash register me marbel e lek, me magjit e tua që i ke. Jo, fatikisht, unë jam një iluzionist, ta quaj veten si iluzionist, për qenë se magjistar, kanë njerëz edhe frikë kur pjethu se jam një magjistar, kështu që ne fatikisht jem iluzionista që i bëjmë njerëzit kurioz, se nuk bëjmë keq, nuk jem personat këshit që bëjmë keq, mirë po ne qumë si iluzionista që i bëjmë njerëz dyshojnë se si e bëjmë, çka bëjmë, ti bëjmë njerëz kurioz. Kjo është ajo që ne praktikisht e bëjmë. Takimi është mas pari në një shtëpi të magjirniqarëve. Ku ke shku mas pari edhe si e ke ndje veten të në New York e kam fjalën? Me thonë drejtën, takimi jemi parë New York ka qenë një magjistar me emrin James. Jamesi. Po, Jamesi është e shoku jemi cili me të vërtetë e falenderoj, më ka ndihmu shumë. Pastaj, kur i tregova se unë jam një magjistari që mirëm me fëmijë, ajo frymëzuar shumë nga unë, edhe tha se unë do të çoj aty me një vend, tha, interesant, unë ngela thash ku do më mçu ky, edhe ku. Unë tha jam magjistar, tha, në Hollywood. Unë u befasova, thash, si ka mundësi. Tha, unë tha ty do të çoj atje, edhe do të bëj member i magjistarëve më të famshëm, domethënë të planetit. Kështu që unë pa hezitim e pranova, domethënë të kartën e tina, edhe shkova në Hollywood. Edhe u futa në atë shtëpinë e magjistarëve më të famshëm, domethënë në botë, ku aty kanë performu David Copperfield, David Blaine, gjithë këta magjistarët me famë botërore. Edhe kam cekë edhe disa intervista në Shqipëri dhe në Kosovë, se unë jam, me sa duket, i pare shqiptar që u fut në atë shtëpinë, në të kështjellën e magjistarëve, domethënë, sepse aty për me fut duhet me pas një lidhje të fortë, duhet me pas diçka që e meriton, ose se e kanë klubin e vet ata, edhe nuk fusin, domethënë njerëz nëse nuk i njohin ose nuk. Kështu që unë u fut aty edhe janë disa kujtime të paharrueshme në kështjellë. Me sa e di kur e një fut brenda kanë thonë në cila është loja jote e preferimit këtu që keni ardhur, apo a ju kanë pyetur? Po kur u futa unë u futa si isha shumë i veshur bukur, kupton, edhe u futa si një lloj magjistari profesionalist. Edhe tash ata po më shohin mua, po thonë, na farë kur kemi performu ti, thash, unë me performu këtu magjistar më të mirë të famshëm botë. Thash, wait a minute. Thash, do të vjet dita, edhe shumë më kanë respektu, më kanë konsideru si VIP, domethënë mënyra si u vesha unë dhe si u prezentova aty në atë kështjellë. Më kanë trajtuar shumë mirë, kështu që ajo është një moment i paharrueshëm i jetës time, do ta kujtoj me nostalgji. Edhe tash tuti unë jam member i kësaj shtëpie, kështu që jam edhe anëtar i këtyre. Edhe shumë shpejt do të jem mbrapa në Kaliforni, prapë do të shkoj të vizitoj. Atëherë po më interesant me të pyeten kjo garderobë dhe ky kostum sot që e ke veshën, e ka një domethënie shumë interesante. Nga vjen kjo edhe si është dizajnu edhe çka performon kjo? Thonë drejtën, pak a shumë, unë Michael Jacksonin e kam pas gjithmonë qef. Domethënë, këngët e tina, vallëzimet e tina, gjithmonë i kam preferu. Kështu që pak a shumë është stili Michaelit, domethënë me këtë kapelen e blu edhe me këtë. Mirë, po kjo setra, kjo sako faktikisht është e show, për showman. Domethënë me këto është si lloj, kjo është pak a shumë Po më pëlqen edhe kjo dorza e bardhë. Po faktikisht Edhe kam frikë për kësaj dorze. Je sigurt që ke frikë? Se çfarë mundet me ndodhë? Apo, atëherë për bëjt pro diçka që me ndodhë. Hajde ta shikojmë. Okej, 1, 2, noli sho. Ora. S'është ora. Sigurt? Jo, ma. Kuma këto? S'është as... E sigurt që se ke? Jo, vëllai, s'po qesh, nuk kam orë. Okej. 3, 2...
Wow! Ta shë për relax, excuse me. Ani truk ma gjek I shpejt, po... Më falja. Po ne pata dhe I qëta është e pata? Po për para sy jom këtu, si jom kod këtu. Kjo është një, me të vërtet, Vala. me të vërtet, ty se gati për ndalit e misionit, ti po më duket si ja ke nisën, po më duket do me marrë krejtë. Ja, vetëm deshta me të regu se... Wow, po në ndore pata. Po, se pote tash I ki prap. Wow. Kjo është ajo që neve na bën shumë interesant edhe na bën të kërkuar të njerëzit për arsye se ne Nuk po mundem me besu, nuk po mundem me besu. Wow, kjo është një imagjinat e madhe me të vërtetë si mo. Unë e besoj e kam ditën edhe thash si të vi këtë diçka kime po, por me qenë që me të vërtetë është kjo një gjë shumë interesante që njeri edhe dyshon se qysh vjen, unë orën në dorë. Jo, që diçka tjetër po bëj. Ha? Që e dur lart? Që e dur lart. Adakra. Po nuk është... Po e kom pasë të dorës. Do li show, ku e ke? Po se kam. E sigurt? Jo, përveç se kam. Jo, se unë e kam. Po ka e more, po qëta është e pata në dorë? Të marrë dhe gravotën. Wow! Po më do këtë që ja ke një shtetë. Kjo është fillimi. Veç fillimi. Atëherë, na të rego pak si ka qenë në pritja në Hollywood, si të duk Hollywoodi, edhe si unë ndjeve, me të vërtet të regove pak, po sa ko që ndrove, edhe më duke që edhe ke pa disa performime atje me atë shokun që keni qenë atje. Po, e ka qenë jo dy performanca të magjistarëve të famshëm, do më thonë, aty gjithë kënë të famshëm aty, edhe mirë po ka qenë ndaluar edhe pse është fotografimi ose inqizime me kamera. Do më thonë, kemi qenë mësafer edhe absolutikisht është ndaluar çdo se më gjëru ose më fotografu. Kam bo një dy performanca shumë interesant që më kanë befasu, do më thonë, ata di se ata janë top magician në world. Edhe pastaj isha me fat se atë ditë ka qenë 10 mars edhe ishte edhe Oscar ishte. Oscar. Po, Oscar ishte. Edhe unë po ta fatin që lova aty edhe kur dola jashtë, pisho limuzinat e zeza, pisho njerëz, apo kupton? Edhe u afrova aty edhe po ta fatin mi taku edhe këta ftyrat e njoftura, do më thonë të Hollywoodit, këta artistat me fond botërore, e posh Al Pacino aty, e posh Robert De Niro, e gjithë këta që ishin për nominim të Oscarit, këta musafir, do më thonë. Edhe ishin një ndjenjë shumë e veçantë me qenë ofër tyre, me qenë shumë ofër, mi po të ardhë me limuzina, të fut në atë teatrin që është për performim, që është për show. Kjo ka qenë një ditë shumë e bukur e ime, një ditë e paharrueshme. Jo, nuk jeni vetëm që i bëni këto magjit që i bëni ju edhe me sa e di, ju edhe i grani bicikletës me një rrotë, bëni disa akrobatik, diçka bëni edhe të gjona shumë interesante. Po, unë përveç se jam magjistor, dhe më thonë, i thmive edhe të mlajve, unë bëj edhe palaqën, dhe më thonë, cirkus, bëj edhe, kam shumë karaktere ndryshme që i performoj, dhe më thonë, po një ndër karakteret më të mira që unë e pëlqej është dhe më thonë palaqë, cirkuzi, cirk, me një rrotë, dhe më thonë edhe me ato pijatat edhe ato gjorat që i kam unë. Kështu që më pëlqen me një bo gjitha këto për mi gëzu thmit. Këtë ideja është që thmit mi bo happy, mi bo të lumtur. Aty është këta e cili im. Besoj që ne do ta mundsojmë së shpejti edhe në emisionet e radhës për një kohë të ftojmë edhe fëmijë se me qenë se edhe studion këtu që i kemi.
besoj që të ta bëj një mundësi që të mundemi ti bësh disa përformime, por sot është kënaqësi vetëm që po bisedojmë edhe po tregojmë për rrugtimin tënd të punës e të suksesit tënd në tjetër, se me të vërtetë unë prej shqiptarëve këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës më regjistrar nuk kam pa, edhe i vetmi shqiptar e di që i ka shkelë edhe skenat e Hollywoodit je ti, edhe është kjo një krenari e madhe e neve shqiptarëve, edhe besoj që nashta nuk do të na i bësh edhe në zezë, në esencë, me të vërtetë ne e kemi edhe pijen tonë këto të freskuese që ne kanë pru prej Golden Eagle e kemi këtu, për që unë e kam të plot këtu e kam edhe, është e mirë. Po, Golden Eagle jep energji, po, patjetër. Besoj që mos po bën në farë sherri pe plotit, po bën në farë... Shka po në mërë kështë? Po plot ke? Ke plot po s'është mo. Iko. Mja filluën e me bëhe gjonë atjera. Pastaj s'u vlen notën ti. Atëherë, a ka mundësi më tregu se çfarë ekziston këto që më i vodhe sanat? Çka ekziston këto që e shprazë, këto që ke plot? Unë as nuk e piva. Çka ekziston? Dëgjo, i kemi na ato sekretet e tona që ushtrojmë, i bojmë, i dim se si funksionojnë, a kupton? Di që është e pabesueshme, po faktikisht është realitet. Ka mundësi ma mushra, Kjo është arsye. po me ta pa e pise, di si thot një fjalë popullore kisha pas dëshirë dhe me pi, po qes me të kur gjo nuk me. Këto janë, me të vërtet, këto janë gjëra shumë interesante që bindet njeriu se si thot një fjalë magji, tani po e kuptoj se pse nga vjen kjo fjala magji që edhe s'o ne besan as vetë s'o ne besan. Që ajo është sekreti gjithë kësaj që ne e bëjmë, që t'i bëjmë kurioz. Më ka ndodhur raste që ku mbon shembull, sikur ty sot me orë dhe me këtë presedetin që të bëra. Ja, ka po sillen vetëm për i marrë me Po, ka ndodhur që kanë shku shtëpi s'kan vlerë, ta natën ka ardhur njerëz më ka thonë, please, tregom që si e bëre çabore, se ta natën s'u ka marrë gjumi burr, u befasova se si e bëne. Ato janë sekretet mia, s'më me t'i tregu. Me të vërtet është një interesant, po unë as nuk e ndjesha në dorë që se kam orën, apo kupton. Të pilidhi dorë që s'po gocoj me Nëse po më... Do dal pak, po kam dëshirë të pyes se ku e ndjem veten mas mirë në performim, me fëmijët, me të rritun apo me... Me fëmijë, po absolutisht me fëmijë, janë fëmija shumë kurioz, më shikojnë shumë, dhe me pas kujdesh këtë performojsh me fëmija, se ata janë shumë, këshyrin shumë, zbulojnë shumë, e ke përësysh. Majtë, mund është edhe më shprej janë mitrolov, që përdojme ne. Po, dvoglit janë shumë janë smart, meshëm janë, dhe më thonë, shojnë gjdo detaj se si e bënd që bënd. Faktikisht unë kur kesh në Levut e takova një Gjerman aty, edhe në pyetja e mu tha, Gjermani tha, Gjermani Amerikan, po me origjinë gjermane ish, flasun edhe gjermanisht, edhe fillova tha, ku pe di tha ti gjuhën gjermane nena, fillova me bisedu me ta. Pastaj më tha, qa përformon ti, qa bën ti, thash unë një magjistar për fëmijë, thash, bëj me fëmijë, magji New York, edhe thash, kur jam. Tha, shumë tricky, tha, me fëmijë, tha, be careful, tha, ki kujdes, tha. Aufpassen, i bje gjermanisht, aufpassen, vorsichtig, veni re, do me thonë kujdesu se fëmija janë tepër, tha, thash e di, thash, gjithmonë me fëmi, kam gjithmonë kujdesna. Adakra, noli show! Që po më bërë të plot? Tash plot. Që të vëllë. Ja, pelo, mos për bëj. S'për bëj, më në. Atëherë, ndëgja, doa t'i thëmë të gjithë
bashkëdhetarëve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe e di që Sali është i gatshëm për çdo manifestim që të bëhet këtu në shqiptari, fjalën e kam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shqiptarët tonë, çdo evente që të bëhen që kanë nevojë për një, domethënë për një farë prezantimi të magjive, show patjetër. Është i gatshëm që shoqatat tona shqiptare ta thrasin edhe ta kem edhe këtë si pjesë artistike që të futet për shembull siç janë këto farë festat e mëdha 28 nëntori ose si janë këto rrugët e shtruar që është Skënderbeu gjatë Kastrioti që është kemi shumë gjana të bukura që evente shqiptare, pse mos t'jesh edhe ti pjesë që me i kënaqë ata fëmijë dhe me na tregu gjëra të bukura edhe me hymë ju marrë njerëzve kështu gjërat edhe më jap ty prapë. Po, patjetër ku mund të kontaktojnë njerëzit ty? Po, patjetër, unë jam i gatshëm me qenë pjesë këtyne organizimeve aty ku mbohen, pa unë parasysh ku mbohen. Po, mu mund gjenë në Instagramin tim, fatikisht Magic Cell _ New York. Magic Cell. Atëherë mund me më shkru, po, mund me më shkru aty domethënë në Instagram. Edhe unë patjetër se do t'ju kthej përgjigje dhe do t'jem pjesë e tyne. Po, me gjithë shef, sidomos me fëmijët e tonë, me fëmijët shqiptar, e bëj me shumë kënaqësi, se bëj edhe me amerikanë, edhe po kur t'jem fëmijët është normale, kur t'jem me fëmijët tonë, e ndjej veten shumë të lumtur edhe po, patjetër, Magic Cell është i gatshëm gjithmonë me qenë pjesë e çdo organizimi që ne shqiptarët të bëjmë në Amerikë, pa problem. Atëherë do doja të dalë pak se ju do të vini shumë shpejt me një projekt të ri që keni vendosur që të shkoni në Kosovë edhe ta performoni në televizionin ATV, me sa e kuptova. Po. Edhe na trego pak e shumë, nuk është nevoja këtë sekreti, po pak e shumë na tregu, sa do qoftë. Thonë drejtën, në TV unë do t'jem në shtator, do t'jem në gush, po mirë, po në televizion do t'jem shtator. Edhe unë kam një farë truki magjik që është i veçantë, edhe asë një magjistar deri tash nuk e ka performu atë truk që kom e bo une. Aha, okej. Do më thonë, është një truk që kom i befasu, do më thonë, gjithë përgjithsi, po atë që interesant kom e qenë e truk që edhe mediat ndërkombëtare kanë mu interesu, edhe me po se si e bërë atë truk. Është truk i veçantë që asnjë magjistar në planet nuk i di se si funksionon. Unë po them këtu të ti, para gjithë shikuesve tonë, se është një truk që i veçantë. Po se si do ta bëj, se çfarë do të bëj, atë mbetet për të parë. Nuk muj me zbulu më shumë, mi po është diçka që është diçka shumë interesant. Po them këtu para teje, para gjithë shikuesve që më na shikojnë, edhe do të binden edhe ata se këto që po them do të jetë në ATV Kosovë kismet. A e ke trashëgu të fëmijët e tu? Me sa e kuptova unë se edhe djali yt po e trashëgon këtë. Po, edhe djali është shumë i dhënt, dhe sa shef prindin, gjithmonë fëmija shkoj nga prindit, nga pasionit e prindit, po. Edhe djali ka fillu edhe ai mu interesu, besoj se edhe ai do të bëhet një magjistor shumë më i madh se unë, se përdesa ajo ka fillu edhe shumë më si fëmijë. Edhe unë po punoj me to shumë, edhe besoj se edhe ai një ditë do të jetë nëpër arenat botërore. Do s'ton veç shqiptare, po do të jetë, shpresoj të jetë edhe aty ku është mas larti. Noli, kam një pyetje për ty. Po? Ti ishe më herët me një kravatë, më duket, apo më bënë në sytë mu? Po, more. Ka mundësi me ditë se ku e ki kravatën të zotni? Jo, mo. Çka dole me kravatë dole?
Ku fillu këta me timorke. Oh my god. Zoja zotëri, i doa të kite për Nolin. Noli show. Si ja ke njës ka pak, po më do këta me... Dën me... Nuk kam më koment. Sa do të qëndrojsh në Kosovë? Kur të shkojsh? Po tash, unë dje bisedova fatikisht me kryetarin e qytetit Ferizajt, do më thonë me Agim Aliun, edhe ai ma mundsoi që t'jem prezent prap në kësaj radhe do t'jem me një show edhe me disa disiplina sportive në Ferizaj. Do më thonë do të organizoj do sporte. Zakonisht unë organizoj edhe sporte, do më thonë disiplina ndryshme, basket, futboll vogël, tenis, do më thonë unë jam gjithanshëm. Nuk jam vetëm me një drejtim, po unë jam, do më thonë, shumë i degzun, do më thonë bëj shumë gjëra. Edhe falenderoj kryetarin e Ferizajit edhe gjithë bashkëpunëtorët e tina të qytetit Ferizajit, i cili me të vërtetë gjithmonë ka qenë mbështets, gjithmonë ka qenë përkras. Edhe më ka thonë që kur ti jesh ti, kur dush ti ki dyrt e hapura te unë. Do më thonë, kësaj radhe në Ferizajt do t'jem në ngusht, edhe do t'jem me këto sporte edhe me një show shumë interesant. Për mërgjimtarë tanë, fatikisht kam me pas shumë mërgjimtarë, kam me pas shumë, do më thonë që vinë, koha mërgjimtarëve, edhe jam shumë i lundur që t'jom pjesë e kësaj dita atje. Atëherë, kisha pas dëshirë të pyes tyje se a e mendon ndonjëherë që ta hapish këtu një studio që ti sa do qoftë ti mash ti përformojsh fëmijë edhe ti kesh ti mësojsh ose bësh edhe talenta të ri, se ka edhe për fëmijëve që kanë një talent shumë interesant. Po, ne jemi se bukur dhe shumë inteligjent, ne kam thonë në intervista tjera për televizionet ndryshme, do më thonë tonat, jem popull shumë inteligjent edhe fëmijët e tonë i kopin se janë në shpejt, e ke parasysh, po do të me punu me ta. Gjithmonë i kam thonë që prind, gjithmonë më angazhu, nëse fëmia jote ka dëshirë me bë diçka, do me shku mbrapa tina, me ablesu dëshirën. Unë e di se ndoshta nga kushtet si kem atje edhe pak a shumë, po me ato mundësit, do më thonë, sot kish me angazhu me jesë për para. Se jem rocë shumë inteligjent edhe i ka me sanët shpejt. Kështu që unë e propozoj edhe thomë që me fëmijët e tonë më marë, ju lutem më me fëmijë, pa më parasysh në sportet, nuk do me thonë vetëm me qenë me magjistar, po në lloje sporte ndryshme, do me thonë vallëzim, për çka ka talent, do me thonë, me vazhdu me punu me ta. Nole. Para mbylljes, sa të me po më në gjati? Nole, u qova në kom se t'lash pashku të shpia. Çfarë është puna? Noli show. No. Kuletën. Noli show, kuleta iki. Dhe kuletën ma ke marrë. Baj, miru pafshim, shkova. Oh my god. Jo, s'ka problem. Lash, kjo është e fundit, nuk bëjmë kravatën, orën, ti mora gjitha. Atëherë, me të vërtet ishte një kënaqësi ime e madhe që sot ishte prezenca jote, me të vërtet më frikësoj atë shumë, po në fund më si mu këthy dhe kuleta, i kam punë të mirë. Kisha pas dëshirë një mesazh për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë artistat që janë, edhe që e veprojnë këtë profesion edhe rritjet e tua. Po, më zdërzohen, s'ka më dërzu. Do më thonë, që të pëlqen, vazhdo, puno shumë, lexo, se ka shumë libra në gjuhën angleze që miren me këto Magic Tricks. Do më thonë, shko, mos hezito, mos ki frikë për bullizimit, ose prej, apo vëtan, ja, s'den, jo, s'ban, jo, s'vujte, jo, vazhdo ti, apo vëtan, shko ti, për para, hec, mos i ndëgjon njerëz. Kështu që po ndëgjove kemi ngel. Kështu vazhdo ato që të pëlqen, edhe në fund kemi arrit qëllimin. Kjo është mesazhi jem për gjithë rinin ton mrekullueshme që e kem. Yes. Atëherë, pra të nderuar shikues ku do qeni, ishte kënaqësia ime sot që e
patëm magjistarin shqiptar që trëmbon Amerikën me truket magjistare Saleh Buzhala, Magic Cell, New York. Me të vërtet është knatësia, me të vërtet që edhe sot pata një frikë këtë madhe, por në fond u realizu me sukses. Mirë, unë dëgjofshim deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.